më vonë unë do shpjegoj pse ndodhen gjithë të gjërat. Ka edhe një reagim nga studio, pastaj do dolim tek rosti yt. Si çfarë ndodhi aty? Unë besoj që fusha në cilin është zhvilluar ndeshja sot ka qenë një ambient fantastik me këtë kushtet e mundshme për një ndeshje futbolli, duke u nisë prej zhveshtoreve që janë ndoshta më mirë se në shumë stadiume tjera të Superligës. E sa i përket për rrethimin me tela, ne mundemi me potencu që edhe fusha për shembull në Ferizaj është rrethuar me tela. Edhe nuk është një argument shumë valid kështu për me argumentu mungesën e kushteve në stadium. Ja, ta kthej përgjigjen në për stadium? Mundet të flas pak ju lutem? Po trajner. Nuk ka element sigurie, distanca midis vijes ansore. Në krahun e pankinave lojtarët pezete po rrinin në mënyrë jo korrekte gjatë zhvillimit ndeshjes në pankinë. Distanca midis linjës ansore dhe telave dhe betonit është shumë pranë. Pra ne luajtët, lojtarët tanë dhe të Prishtinës së Re, duhet ta kuptoj edhe përfaqësuesi i Prishtinës së Re, që sot i kemi shtinë në rrezik dhe ky është gabim i drejtuesve tanë që pranuan të zhvillojë kjo ndeshje. E të dy palëve. Vumë në rrezik shëndetin e lojtarëve tanë dhe pastaj na rrof që ne investojmë dhe pretendojmë të shkojmë në nivel tjetër, të rrisim nivelin në futboll. E pse pranua të luanit pro trajner? Nuk i marrë unë vendimet, i merr klubi im dhe klubi kundërshtar. Unë jam punëmarrës. Okej. A ka pasur kërkesë nga ti që të mos luhet në këtë stadium apo jo? Po, që dje jam drejtuar drejtorit ton juridik, zotit Betim. Dhe i thash që të lutem, kontakto me federatën dhe më shpjegoj që është i licencuar e full se di që parametrat e saj nuk janë, edhe parametrat, do më thënë, si për masa fusha, nuk është e njëjtë me një stadium. Në rast që nuk kishin qenë të tilla, nuk besoj që kishte pranuar federata me zhvillim ndeshja aty.